Pjesën e veprimeve konkrete nga institucionet të përgjithëse. Edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka prezantuar përzgjedhjen elektronike të mjekut familjar si një hap të rëndësishëm drejt reformimit të kujdesit parësor shëndetësor, zbatimi i këtij projekti vazhdon të përballet me sfida. Në Prizren, një nga komuna ku ky proces nisi si projekt pilot, qytetarët shprehen se ende nuk kanë marrë konfirmim për disa nga kërkesat e tyre për përzgjedhjen e mjekut familjar, pavarësisht se nga aplikimi kanë kaluar disa muaj. Procesi i përzgjedhjes së mjekut familjar sipas zonës së banimit nisi në dhjetor të vitit 2023, fillimisht në komunat e Prizrenit, Lipjanit, Istogut, si dhe në 2 qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Më 9 janar 2024, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se qytetarët mund të aplikonin përmes platformës e-Kosova, ndërsa në shtator të pati viti projekti u zgjerua në të gjithë territorin e Kosovës. Megjithatë, sipas qytetarëve në Prizren, procesi nuk ka ecur sipas pritjeve. Mendoj se ende nuk është rregulluar në nivel të Republikës çështja e sigurimeve shëndetësore. Atëherë janë forma ndryshme ose kategoritë që diçka para paguhet për pensioner me sigurue fondi shëndetësor, mandej mendoj se atëherë shkon edhe përzgjedhja e mjekut. Po ne shkojmë vizitat i bëjmë në ballon kur kem raste. Nuk kem kështu mjek familjar që kanë perëndim që kem kushte këto. Sa kushte ka këtu te përse? Jo, nuk e kemi bërë. Përse? Nuk e kemi bërë, ende nuk e kam marrë informatën. Lidhur me këtë, nga stafi përgjegjës në njërin prej njësive të kujdesit parësor shëndetësor në Prizren kanë deklaruar për Kanal 10 se krahasuar me periudhën e fillimit të projektit, interesimi i qytetarëve për përzgjedhjen elektronike të mjekut familjar ka shënuar rënje të dukshme. Në fillim u bën shumë e madhe, Shkaro, interesimi i pionit interesimi i pionit qytetar sepse kur përgjigjes ka marrë. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, Kanal 10 ka dërguar pyetje në Ministrinë e Shëndetësisë për të marrë sqarime rreth zbatimit të këtij projekti, vonesave në procesin e konfirmimit të përzgjedhjeve dhe afateve për funksionalizimin e plotë të sistemit në të gjitha komunat. Deri në momentin e publikimit të këtij raporti nga Ministria e Shëndetësisë nuk është pranuar ndonjë përgjigje apo sqarim i ri lidhur me këtë çështje. Do të shkojmë